Kisha 900 vjeçare e Shëngjinit në Gyremir është e rrethuar nga mbeturinat dhe mungesa e infrastrukturës. Rënohet e kësaj kishe monument kulture, frekuentohen gjatë kësaj periudhe nga një numër i lartë besimtarësh katolik, kohë e cila përkon me të martët e shenjta të shënohet. Rruga mba mos me mujt me shku te kisha, prej mbeturinave. Ka hive dhe ujtë a blokue, edhe dikush do të me mund dorë këtu son savap. O savap të që vinë makina, vinë me njerëzë me kisha e bekua, me shkojnë te kisha. Me pas kujdes, me mundorën ta, me pastrua, me rregullua. Iniciativat për pastrimin e kësaj zone si dhe vendosjen e sinjalistikës kanë qenë kryesisht private. 7 orën një buri ka punuar falas, edhe një pronar ka ofruar fadroma për sistemuar këto. Vetëm me vërtet këtë viti është mrekuri, sepse nuk do të vinë persone me mbeturina. Normalisht, kur ne kemi pastruan pas 2 javës, pas 3 javës mbeturina, ma tani këtë viti akoma jo. Këto është për mua mrekuri. Ndërsa ndotja e kësaj zone vjen për shumë vitesh, mbeturinat urbane dhe inertësh trije në një hapësirë të gjerë, e shkojnë deri në rrugën kryesore që lidh fshatin Rashkullaj me fshatin Hysaj. Depozitimi i mbetjeve është bërë shpeshherë dhe shkaktari për mbytjeve të tokave bujqësore, pasi pikërisht në këtë zonë kalon dhe përroi Banushit.